Hëngri lakër për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Lakra është një nga perimet më të preferuara të stinës së dimrit dhe i përket llojit Brassica, që gjendet gjithashtu brokoli, lule lakra dhe spinaqi. Lakra ka disa ngjyra të ndryshme, si të kuqe, vjollcë, të bardhë dhe jeshile. Vetë se është shumë e shijshme, lakra është gjithashtu shumë e mirë edhe për shëndetin tonë, pasi ka në përmbajtje të saj fibra, mangan, folat, kalcium, kalium, magnez, vitaminën B6, vitaminën K, gjithashtu edhe vitaminën C. Ajo ka mikronutrient të tilla si vitamina A, hekuri dhe riboflavina, së bashku me ushqyesit e rëndësishëm të saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përfshirë polifenole dhe komponentet e sqyfurit, ajo përmban gjithashtu edhe elementë të ndryshëm në mbrojtjen e organizmit. Si e tillë, lakra është një nga perimet më të mira me përfitime të larta për shëndetin. Në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i lakrës në mënyrë të përditshme në dietën tuaj sipas Healthline. Lakra do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Lakra është një nga perimet më të mira për njerëzit që duan të humbasin kilogramet e tepërt në mënyrë të shëndetshme dhe të kontrolluar. Një filxhan me lakra të coptëzuara përmban vetëm 22 kalori. Ajo përmban shumë ujë dhe ju mban të ngopur për më gjatë. Parandalon urinë gjatë ditës dhe kështu e mban trupin tuaj më të hidratuar, që është një element plus për dietën e personave të cilët duan të humbasin kilogramet e tepërt. Lakra është e mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj të përgjithshme mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër komplikacioneve të zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e saj e lartë e polifenoleve mund të ndihmojë në parandalimin e trombocideve dhe të reduktojë presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon në uljen e riskut të sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të lipoproteinës ose ndryshe të kolesterolit të keq, duke u kthyer në një aleat të mirë për shëndetin e zemrës. Lakra mund të ofrojë përfitime të mira edhe për shëndetin tuaj të trurit. Duke qenë se ajo është e pasur me nivele të larta të jodit, lakra ndihmon në funksionet më të mira të trurit, duke e bërë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese për sistemin nervor dhe të funksionojë si duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve të ndryshme neurologjike, siç janë për shembull sëmundja e Alzheimerit dhe çmenduria. Gjithashtu lakra ka vitaminën K, lëndë që përmirësojnë në funksionin e shëndetit mendor. Vitamina K gjithashtu ndihmon në prodhimin e elementëve të cilët ndihmojnë në mbajtjen e nervave nga dëmtimi dhe prishja. Lakra ka disa vitamina B të cilat luajnë një rol kyç edhe në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore dhe të kujtesës, duke u kthyer kështu në një aleat të vërtetë për shëndetin e kujtesës suaj. Lakra do të ofrojë një përmirësim më të mirë të sistemit tretës. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj tretës, përfshiheni lakrën në dietën tuaj. Fibrat që gjenden me shumicë tek konsumi i lakrës mund të ndihmojnë në promovimin e lëvizjeve të rregullta të zorëve. Plus që lakra ka disa veti të mira antiinflamatore që ndihmojnë në zbutjen e llojeve të ndryshme të problemeve të tretjes, duke përfshirë këtu edhe problemet që shkaktohen kryesisht edhe nga urthi. Lakra është një aleat e mirë e organizmit edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Vetit antioksiduese të lakrës ofrojnë burime potenciale terapeutike për menaxhimin e luhatjeve të sheqerit, ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit dhe ndihmojnë në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e lartë e fibrave ndihmon në parandalimin e luhatjeve të sheqerit, pasi ngadalëson kështu thithjen e sheqerit në gjak, citon Healthline. Lakra ka efekte të mira detoksifikuese. Lakra është e dobishme në procesin natyral të detoksifikimit. Fibrat lidhen me toksinat të dëmshme, duke mos lejuar të absorbohen nga trupi dhe të ndihmojnë në heqjen e toksinave si produkti mbeturinave, duke i cilësuar ato si një nga produktet më të larta në mbrojtjen e organizmit.
Lakrat mund të përmirësojnë edhe në mbajtjen nën kontroll të inflamacioneve. Në fakt, trupi mbështetet përgjithsisht edhe kundër inflamacioneve duke mbajtur edhe shërimin tuaj nën kontroll. Ka lloje të inflamacioneve akute të cilat mund të lehtësohen me përdorimin e lakrës, por duke u përdorur si duhet. Lakra është e mbushur gjithashtu me vitaminën C. Vitamina C është e njohur si acidi aksorbik, është një nga vitaminat e tërheqme në ujë që shërben edhe me role të rëndësishme për trupin e njeriut. Për shembull, është e nevojshme për prodhimin e kolagjenit, proteinës së bollshme të trupit dhe të tjera. Kolagjeni i jep edhe strukturën e fleksibilitetit lëkurës dhe është i domosdoshëm edhe për funksionet e duhura të kockave, muskujve dhe tenëve të gjakut. Lakra gjithashtu përmban vitaminën C që ndihmon trupin të absorbojë hekurin joheme, hekurin që gjendet te ushqimet bimore. Për më tepër, është një antioksidant shumë i fuqishëm në dobi të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Lakra ndihmon sistemin tuaj tretës. Nëse dëshironi të keni një sistem tretës më të mirë, lakra është e pasur me fibra, një lloj elementi ushqyes shumë i rëndësishëm. Ta hash lakra është një mënyrë e shkëlqyer për të mbajtur sistemin tuaj të shëndetshëm dhe të fortë. Kështu, konsumi i saj në dietën tuaj mund të kthehet në një aleat të vërtetë në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të përgjithshme. Lakra mund t'ju ndihmojë të mbani zemrën tuaj më të shëndetshme, si Tonel Fly. Lakra e kuqe përmban përbërës të fuqishëm të quajtur antiocianin. Antiocianinat janë pigmente bimore që i përkasin familjes së flavonoideve. Shumë studime kanë treguar lidhjen e konsumit të lakrës me përmirësimin e shëndetit të zemrës. Lakra do të kthehet në një element pozitiv për shëndetin tuaj kardiak, duke i dhënë zemrës elementet më të mirë ushqyes. Lakra mund të ulë gjithashtu edhe presionin tuaj të gjakut. Presioni i lartë i gjakut prek miliona njerëz në të gjithë botën dhe është një nga faktorët e riskut kryesor të sëmundjeve në zemër dhe goditjeve në tru. Mjekët këshillojnë personat me presion të lartë të gjakut të reduktojnë nga dieta e tyre konsumin e sasive të larta të kripës. Sidomos, provat e fundit sugjerojnë se kripa e tepërt ndikon drejt për së drejti në cilësinë e shëndetit kardiak. Prandaj, edhe përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të mbajtur larg nivelet e kripës në shëndetin tuaj. Lakra mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit. Kolesteroli është një substancë që mund të jetë ngjashme me yndyrën dhe gjendet në qelizën e trupit tuaj. Ndaj, konsumi i lakrës në këto raste mund të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër niveleve të larta të kolesterolit dhe krijimin e komplikacioneve të saj. Lakra është një burim shumë i mirë i vitaminës K. Vitamina K është një nga produktet më të rëndësishme në yndyrë dhe luan një rol të rëndësishëm edhe në trupin e njeriut. Ndaj, konsumi i lakrës në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve dhe arritjen e përfitimeve të trupit tuaj. Lakra ofron fibra të tretshme, nivele shumë të mira ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni më shumë prej saj, shtojeni me patjetër në dietën tuaj. Lakra ka përmbajtje të larta të sulfurit dhe klorin, që e bëjnë atë një pasurues të shkëlqyer për zorrën e trashë. Nëse ndjeni fryrje ose edhe gazra pas pirjes, mos u shqetësoni, ajo ka veprime të mira edhe kundër këtyre shqetësimeve. Lakra është një aleat e mirë i organizmit tuaj edhe kundër mbipeshës dhe problemeve të tretjes. Një përbërës që gjendet kryesisht me shumicë tek lakra e kthen sheqerin në karbohidrat, një mënyrë e cila mund të krijojë një reduktim të yndyrnave të tepërta në trup. Lëngu i lakrës mund të ndihmojë edhe në parandalimin e problemeve bakteriale të cilat shkaktohen nga ushqimet e kontaminuara. Lëngu i lakrës mund të ndihmojë edhe në zhvillimin e bakterieve të mira, të cilët mbajnë larg edhe problemet që shkaktojnë bakteriet e këqija. Vetëm sigurohuni ta konsumoni brenda masës së lejuar dhe përfitimet që do të keni në organizëm do të jenë vërtet mbreslënse, citojnë ekspertët.
Të mirat që do të merrni prej lakrës mund t'i merrni edhe nga konsumi i lëngut të saj. Kështu mos nguroni që ta keni lakrën pjesë të zgjedhjeve tuaja ushqyese. Lëngu i lakrës përmban gjithashtu edhe antioksidant, të cilët do të luajnë një rol të mirë kundër zhvillimit të këtyre komplikacioneve, duke rritur përfitimet, duke mbajtur larg edhe shqetësimet. Lëngu i lakrës rekomandohet të ndjeshëm edhe për shëndetin e mëlçisë, sidomos kur e keni tepruar me alkoolin, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për çështjen tuaj kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.